Babai I pasur. Të pasurit nuk punojnë për para. Ata bëjnë që parat të punojnë për ta. Varfëria nuk vjen nga mungesa parave, por nga mungesa e edukimit financiar. Nëse dëshiron të jesh I pasur, mëso të mendosh si një I pasur. Mendo si I pasur, bëhu I pasur. Mos puno për para. Puno për dije, sepse më mirë të dish se të kesh. Dallimi mes të pasërve dhe të varfërve është mënyra se si përdorin të ardhurat e tyre, investimet e tyre. Shumë njerëz mendojnë për sigurinë e punës, ndërsa të pasurit mendojnë për lirinë financiare. Mos lejo që frika e humbjes të jetë më e madhe se dëshira për të fituar. Gjithmonë dëshira për të fituar do t'ua bëjë të mundshme të arrini qëllimet e juaja. Njerëzit ambicioz gjithmonë arrin qëllime të mëdha ambicioze. Pasuria e vërtetë është aftësia për të mbijetuar për një kohë të gjatë pa punuar. Një aktiv është pra të fusësh para në xhep, një detyrim të nxjerr para nga xhepi. E ardhmja juaj financiare fillon me atë që mëson sot. Atë çka ju e mësoni dhe e implementoni, e zhvilloni. Me tregoni se çfarë do të investoni në të tashmen, do t'ju tregoj për fitimet që do t'i merrni në të ardhmen. Andaj, mendo si I pasur dhe bëhesh I pasur. Mendimet tona determinizojnë edhe punët dhe përcaktimet tona. Andaj, mendja jote të mendojë si I pasur dhe të veprosh si I pasur, qëllimet e tua vizionare do të plotësohen.